Çdo që të thuash për atë kloun cirku, nuk I thua të tëra të zezat që ka mbi kurrisa I njeri. Ai charlatan. Ai ka vatur atje të sankcionoj të firmosit që ta dini. Ka vajtur të firmosit dhe ky vet mbas Berisës edhe ati Lulushit të firmosin marrëveshjen e detit dhe grekët të fillojnë çpimet. Për këtë ka vajtur. Dhe të thonë që të duan gjë tjetër. Është e pamundur që të ketë vatur për gjë tjetër dhe të bëjë gjë tjetër. Veç se këtë. Pra, Edi Rama shkon të shesi interesat tona kombëtare në favor të Greqisë. Greqia deri më sot ka marrë që ka dashur qefin në Shqipëri, merr çfarë do, bën çfarë do, dhe avash do vi të marrë dhe pronat dhe terenin që pretendon ta shujtojë Rimborio e tij. Shpresoj që të zgjohen nga gjumi miqtë tanë amerikanë, ta thresin atë Miçotakin dhe t'i thonë atje s'ke punë, të heqin dhe këtë klounin e cirkut, këtë bastard burr, këtë balash njeri që është Edi Rama, ta heqin nga pushteti, të ndërpresin marrëdhëniet me të, edhe Shqipëria të çlirohet një herë mirë. Por, si që ta priti njëherë kur e pyetën, si duken kur vin Pashkët, I thamë, si që duken bazët ta janë larg Pashkët, se flasën për Greqinë këtu. Pra, është larg ajo ditë që të largohen grekët edhe të heqin dorë grekët nga mezor, se ata kështu me libra e me histori nuk heqin dorë kur, po të paktën në rrugë diplomatike të mos na çajnë më veshët. Edi Rama vete zotëri si Qiraku të ustaj, vete si shërbëtori të padroni, vete si qeni të I Zoti, me përshtatshme është këtë tani, vete si qeni të I Zoti, vazhdoni. Në këtë rast, nëse Greqia fiton ato milje dëtare për cilët ka pasur pretendime apo shkon në favor të saj çështja e detit që do zgjidhet, pretendohet të zgjidhet brenda këtij viti në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, a mund të ngrej më pas pretendime të tjera territoriale dhe a mendoni se ky mund të jetë një hap I parë për të shkuar më pas tek ato pretendime të hershme territoriale që ka pasur gjithmonë? Greqia e ka marrë detin. Nuk do presi atë vendime. Ai vendimi I gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që ta dini është marrë me kohë. Ta dinë shqiptarët. Është marrë ai vendim, I dhënë grekut 12 milje, do na vijë greku 5 milje përballë në Himar dhe në Saran. I ka marrë zotëria, ka dhënë Edi Rama me Sali Berishën. Mos të shpresojnë kohë. Kush është burr të ngrihet të përmbysim këtë klik tradhtare ku I slingin dhe të mos njohim asnjë marrëveshje që ka bërë ky edhe do bëj ky me Greqinë. Kjo është zgjidhja. Në duan zgjidhje shqiptarët, në kanë mbetur shqiptarët. Në janë shuar të u shohin atëre një mosbesim. Po në këtë rast kur thoni që vendimi është marrë, nga ana e gjykatës nuk ka një shprehje ose një vendim të caktuar. Po, më fal, ti kërkon zyrtarisht këtë, jo zotëri, por nuk thënë të tëra këtu në ekran me mua e me tyja. Diplomacia e fshetë ka punën e saj, protokollin e Londrës të Berlinit të 1915-ës e morë vesh pas disa vjetësh që Shqipëria ishte ndarë në gjysmë dhe që e denoncoi ai, si thonë këta Lenini, se disa e shëptet. Jo zotëri nuk të thuhet, e ka marrë po ju themur Shqip, por e ka marrë me qa do të mbrosh. Ai të ka marrë, ai thotë, në Korçë Gjirokastër përmet Këlqyr, Saran, deri Vlorë, shtimja, thot. Dhe s'ka dalë në pyetje. Po është retorikë nacionaliste greke me sa duket. Urdhë? Është retorikë nacionaliste greke me sa duket. Nuk ka diçka konkrete. Jo, nuk është retorikë nacionaliste, por është objektiv grek, I shtetit grek, sot e 200 vjet që të marrë ato zona që kërkon. Është objektivi tyre. Nuk është retorik. Nuk e bëjnë për lagojnë. Jo. Se I kanë, praktikisht aty ata komandojnë. Në Gjirokastër për shembull komandon 100% greku. Në Tepelen po ashtu. Nuk bëm dot një memorial për të vrarët që sakatuan andartët grek dhe shteti grek në 1914, se nuk I la ambasada. Ajo konsulata greke që është atje. Qa pavarësie kujtoni se keni ju?
Tash të kujtoni se qeveristi. Asgjë më them, na ka shitur politika shqiptare, pikë. Në këtë rast, për çfarë interesi konkret e bën Edi Rama i veprim të tillë? Qeshtë i legalizoj qeshtë firmën, ma atje ku do i vën ata letrar për para tavolin, do i thonë firmos këtë, firmos dhe këtë, dhe nëse pasesë, kudo që të shkoj, në çdo institucion ndërkombëtar që të shkoj Shqipëria, i thonë urdhërohet do të rike firmos për. Po na çaj kokë shumë. Për këtë vetë ai atje. Dhe ai do mbaroj këto detyra që i kanë vënë, që i ka vënë ai Çiputi që ka aty në zyrë, që ka marrë një vilë, nuk e di sa 300 metra katrore, nuk e di sa e ka marrë këte nga Farka, se ka marrë një vilë aty që banon zotëri e tia, dhe është ai që i bën të tëra këto. Edi Rama s'është gjithë të vese një qiraki e tia. Në këtë rast, në këto interesa që këmbehen, a është Greqia vendi që mban në pushtet Edi Ramën dhe nga ana tjetër Edi Rama shet interesat kombëtare për ndënjur sa më shumë qeveri? Ju thatë interesat që këmbehen, as gjithë këmbehet. Thjesht plotësohen kërkesat greke. Nuk këmbet gjë, ne jemi në çdo kohë jemi të humbur me këtë kryeminist dhe me këtë klasë politike. Po Shqipëria çfarë fiton këtu në këtë rast? Tanë që gjë mos, Shqipëria është protektorati i Greqisë, Shqipëria është koloni greke. Ore, realisht në praktik e përditshme është koloni greke dhe sërbe. Nuk qeveris njeri në Shqipëri, populli shqiptar do i thuhet tani na doli ky charlatani, ky policiera që quhet kryeministët dhe thot do nxjerrim thot do vëm jetë atë turizmin malor, paketën e maleve. Ore, unë ditë për ditë bëjsire, po s'ka vesh të më dëgjojnë. Bëjsire që të ngrihemi ta përmbysim këtë klik tradhtare, antikombëtare, antinjerëzore, që po na shet dhe po na shkatërron. Ndërkohë, i bëjsire kësaj diasporës, atyre trimave në diasporë që thonë na di gjithë barku për Shqipërinë, ne duam vendin tonë ndaj këtyre atyre, që janë që të gjithë tradhtarë. Sepse ne po u themi, po u abim të qartë, sot Shqipëria është e tradhtuar, sot Shqipëria është e pushtuar nga greku dhe nga sërbi, hajdeni të dalim zot, nuk vijnë, kur mos u kthefshin më në Shqipëri. Një çështje tjetër që është prekur ditën e djeshme dhe nga vetë Edi Rama në Greqi është edhe ajo sa i përket ligjit të luftës, një çështje që daton që nga viti 1940. Në këtë rast, pse Greqia nuk e heq ligjin e luftës, gjë të cilën e ka kërkuar edhe vetë Edi Rama ditën e djeshme? Se nuk do Shqipëria, lemër s'ka kërkuar Edi Rama, mos gënjeni, mos bështesni atë charlatan, ma është mashtrues klasik, a është mashtrues ordiner në ata të që lozin tavën në përkapene. Besoj të aimo, jeni mirë ju asini mirë. E deklaroi ditën e djeshme që është një çështje që duhet zgjidhur. Jo, nuk bëhet me deklarata të tilla se ato i bën për të gënjur juve, po jo mua. Jo, zotri, mua s'u gënjen dot, unë po të ishan më të ti do i thosha grekut kështu, stop, ose hiq ligjin e luftës, ose të vëm trau në kakavije. E more vesh, kështu bëjnë burrat. Jo, si që bënej tallet me shqiptar të heta një shashk atje dhe ja. E shikoni more, Edi Rama kërkoi që të heq Greqia ligjin e luftës, turpin, të mesëm është. Mashtrim si kur flet me fëmijë. O Edi Rama, nuk kemi fëmijë ne more charlatan, more i pabeth.